Po ju themi dhe një pjesë nga programi partisë tonë. Zoja zotrin, biznesmen, fermer në gjithë Shqipërinë dhe në gjithë vendin tonë, ne kemi mundësinë të gjithë bashkë të zhvillojmë Shqipërinë dhe të zhdukim varfërinë në çdo cep të saj. Çdo prodhimi juaj do jetë i garantuar i shitur në pikat e grumbullimit që do bëjmë në çdo komunë. Frutat, bostanet, perimet do shisnin nga 5 euro kilja. Ulliri 10 euro kilja. Për çdo rrenjë peme që do u shërbeni dhe çdo bakti do paguani nga 1000 euro në vit për çdo rrenjë bakti që do shërbeni. Për fermerët në fund të vitit, nëse fermerët plotësojnë planin që u thot shteti, si për shembull shteti u thot të bëjnë 10 tonë tomate dhe fermeri plotëson 10 tonë tomate, në fund të vitit do paguhen me 300.000 euro. Ose për çdo biznesmen që plotëson planin me prodhim në treg do paguhet me 300.000 euro. Nëse biznesmeni shet më shumë se 300.000 euro, lekët i ka tia në kartën e tij të bankës. Fermerët do kenë garanci për prodhimet e tyre. Çdo prodhim i tyre do shitet te pikat e grumbullimit që do mbledhë shteti me menaxher privat të udhëhequr nga shteti. Edhe nëse fermerët u bëhet dëm nga natyra dhe nga kohë e keqe, fermerët do paguhen me lekë të plota sikur e kanë shitur prodhimet e tyre. Çdo punëtor do paguhet me një rrogë 300.000 euro për një punë. Për 2 punë do jetë rroga në vit, për 2 punë 500.000 euro në vit. Pensionistat dhe invalidët, gratë shtatzëna do paguhen nga 300.000 euro në vit. Mësues, policë, doktor, sigurimi, ushtar do paguhen me 2 punë, një punë të profesionit që ka dhe puna e dytë si polic, total nga 2 punët në vit do jetë 500.000 euro. Me 2 punët që do punoj. Punëtorët duhet të paraqesin 250 ditë punë në vit të marrin vulat të pullësi që të paguhen dhe të shpërblehen në fund vitit me rrogën 300.000 euro për një punë dhe me rrogën 500.000 euro për 2 punë. Çdo gjë do jetë e sigurt e shitur si për biznesmenin dhe për fermerët. Puna do jetë me garanci. Në çdo fshat do bëjmë shkolla e pika policie në çdo fshat të Shqipërisë. Në çdo fshat do bëjmë kopshta e qendra shëndetësie për raste emergjenca dhe ambulanca në çdo fshat. Telekom në çdo vend të Shqipërisë, rrugë në çdo vend dhe në çdo mal të Shqipërisë. Fshata turistike në çdo mal, depozita me ujë në çdo mal për shurën e zjarreve, ura ajrore nga fshati në qytet me makina me korrent ose nga qyteti në fshat të jetë me makina me korrent me ura ajrore, teleferik në çdo mal, ujë vaditës, ujë i pishëm në çdo vend, ura Vlorë, Karaburun, Sazan, Itali, ur përgjatë gjithë Bregdetit të Shqipërisë, që nga Ulqini deri në gjinën e Artës, larg nga Bregdeti 1 kilometër në të gjithë territorin e Bregdetit tonë do jetë urë që nga Ulqini deri në gjinën e Artës. Do punësohen të gjithë njerëzit në Shqipëri me rroga mesatare nga 300.000 euro deri në 500.000 euro në vit. E kurudha në çdo qytet të Shqipërisë. Atje ku është e mundur që të bëhen e kurudha, do çojmë e kurudha në çdo qytet të Shqipërisë. Lumejnë do t'i bëjmë të lundrueshëm atje ku është e mundshme që çdo lumi në Shqipëri të bëhet i lundrueshëm, që të udhtojmë me varka e me skaf shqiptarët dhe turistët në të gjithë vendet e Shqipërisë. Do bëjmë metro, trena të nëndeshëm në çdo lagje të Tiranës. Në të gjithë qytetin e Tiranës do jenë me trena të nëndeshëm dhe me metro. Nxënësit do qohen në përshkolla me fugona në çdo fshat dhe në çdo qytet do i mbledhin fugonat, do paguhen njerëzit me fugona që t'i çojnë në përshkollat e tyre. Dhe do ju hedhim lek në vitin e parë nga 500.000 euro në kartat tuaja që t'i keni këto lek dhe pikë në kartat tuaja të blini çdo gjë që keni nevojë. Kurse vitin e dytë duhet të rezultoni në punë 250 ditë në vit të punëdhësi të mini vulat e punës që të paguani në fund vitit në rrogat tyre me 300.000 euro deri në 500.000 euro në vit. Do heqim lekun nga qarkullimi dhe do paguajmë njëri tjetrin në popull, njëri me tjetrin me
karta krediti do bëhet pagesa dhe me çek njëri me tjetrin. Çdo gjë do bëhet me anë pagimi dhe shitja blerja me anë karta krediti dhe me çek. Ju falenderoj për mikuptimin.